me lutë për Kosovën. Kështu që une ndjehen shumë krenar me veten për punën që kom bo dhe për arritur atë që i kom bo dhe në tani. Tregoj Arbenit se du të marrë njerëz Mitrovica dhe pse qyteti i Mitrovicës është më i miri? Qyteti i Mitrovicës me të vërtet është qyteti më i mirë, për arsye sepse kufizohet me shumë dymen, që pak qytetet Kosovës e kanë. Ka dymen anën kënë Lerina, nëse mund të më dëgjoj. Të më thonë minjerën e Trepçës, sepse që definitivisht është ari. Gjithashtu ka kulturë, që shuhemi për kulturë, shuhemi për sport, kështu që ka shumë arsye cilat me të vërtet ja vlen në qytetin e Mitrovicës, edhe në ka pipa bukuritë dhe gjanat që i ofron qyteti i Mitrovicës për gjithë vizitorët të qytetit. Po besoj që Arbeni gjithçysh e ka një pyetje. Po. Nuk e di apo më dëgjon Driloni. Drila, e të më dëgju. Po, Arben, gjithsesi. Kjo pyetja e zakonshme kur të takoj ty, çish i keni temperaturat e tjenalë, se na këtu poshtë kemi pak ma ftoftë. Për shkak gjatësisë. Temperaturat naltë janë shumë nxehta për momentin. Edhe naltë keni nxehta, se na poshtë u çmendëm nga ngrohtësia. Një pyetje, ti pritet për moment me zbrit temperaturat edhe poshtë. Edhe poshtë më ardha. Okej, faleminderit, i presim. Një pyetje kam. Ti kur e fillove karrierën basketbolli ka qenë në pjedestal apo 2000-2002 këtu po flasim? Po, une po flas për vitet ligës profesionale, cilën në të vërtet basketbolli ka qenë dukshëm sporti më i shikueshëm në vendin tonë. Kjo ka do me thonë vitin 2003-2004, Arben, ato vite cilat me të vërtet se cili njeri ka pas ondër veç me u fut në palestër, me shiku e lema me u fut në lojra, në përbërjet të ndonjë ekipës basketbollit, ndërsa lojën profesionale, lojën e parë profesionale kom zhvillu në vitin 2006-2007 me ekipën e Trepçës. Ndërsa më herët kom pas edhe një paraqitje në ligën e parë me klubin e Mitrovicës, po atëherë do me thonë ajo nuk ka qenë edhe ligë profesionale, po saj përket ligës profesionale kom zhvillu lojën e parë në vitin 2006-2007, kundër loja e parë ka qenë kundër ekipës Prishtinës, do me thonë as Prishtina është qujt, edhe ajo ka qenë loja e parë e imja zhvillua në ligën profesionale. Ka qenë, a ka pasur, përmënej, të ndihmoj futbolli, karriera, përmënej, ushtrimet e futbollit, apo nuk është u ndikua në i gja kur e fillove karrierën basket? Nuk e ndëgjova. Njësë do tjetë pak e vështirë. Nëse mund është me përsërit Arben, nuk është më dëgju shumë mirë. Afroja këta e kam shumë të rëndësishme me ndëgju, Driloni. Drilon, besoj tash jetu më dëgju. U sigurova që as Izeti, as Vullneti edhe kërkush për kryesis klubit s'është të ndjek. Pyetja jeme është, a ke vendos Alan Trepsha, mundemi me të pa nekun tjetër? Ajo i sigur që nuk është të në ndjek kërkush. Izeti edhe Vullneti jo, ta garantoj. Po aty ka shumë staf për Arben, sa ora përvordohet të pak shako. Une do me thonë kom vendosë që me vazhdu në klubin e Trepçës, sepse jam interesum që me i sjell